Mirë mëngjesi, si më glitë, si jeni, si keni kaluar, a jeni glirë mirë, apo jo, shpresoj që t'jeni mirë, edhe ta kaloni një ditë sa më të bukur. Unë ngrita sot qik me vonesë, nuk kam filtre, ta dini. Unë ngrita sot qik me vonesë, mëngjezin e anjur në shtëpi, se unë vera vetëm lësira mbra. Pim kafe bashkë me burrin, tani po shtri lesht, si që shu flokët të avashti qikere, më su nga të roni, edhe edhe di këto marë ca ushime, edhe një shoqja ime që më kishte kritikuar mua, unë po të shkoj vetu aty, thot ama i vetë, shko vetu dhe mia, o mati, shiko, bajta mrem të estetistja, i berat bukra, vete njën 2 javë, them do shtetë, dohet be edhe pastrim fytyre, pa jo nuk kishte ko, se ishte vonë, më tha duhet të vish më shpejt. Unë i dhesh më shpejt nuk vidot, se jam në punë. Edhe që këshu, të shikojmë nga java që vinë, mbase se ndate 25 i bje premte, jemi pushim këtu në Itali, edhe më duke s'do marrë të shtunën, në qofë se të shtunën është ditë pune, do ta marrë do bej ponte, i thonë këtu në Itali, edhe do vete, më duke se 25 i bje premte, mos gaboj. E në qofë se gaboj s'ka gje. Po këshu më duket, a i bje për një majna, ku ta diu, me gjithë dhe, më korrigjoni juve. Edhe do vete të bej disa gjera dhe unë personale. Ju si keni kaluar, shpresoj që t'ja kaloni mirë sot si ditë e diel, e di se disa dhe punojnë, se kush është me sezone, që kanë filluar në hotele, në restorante, nuk kam pushime, unë i uroj një ditë sa më të bukur atyre, me kratë leta dhe mos u lothni shumë se puna nuk ka të ngopur. Neve ikim, për puna nuk ikën, ikim neve një tjetër. Kështu i thamë këtu në Itali, që është dikush tjetër që na zvendëson, puna nuk maron kur. Edhe punoni aj sa munden një njerë, se unë e them në eksperienca ime se unë kam punuar shumë, kam punuar dhe punë shumë të renda, themi punë burrash edhe po i paguaj tani, me shtyllën kurizore, me cervikalet, me dhimin e kockave edhe me të gjitha, edhe nuk ka derman. Që këshu, i uroj një ditë bukur, njerëz të mi, mbasi ju do thoni, ma ne që na intereson si që atë dhem ty, është e vërtet edhe kjo. Por unë thash hajta ndaj diçka me të tjerët. Ciao!